Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammed. Assalamu alaikum, mirë se erdhët në ligjëratën e radhës në sira 60. Uh, Pasi që herën e kaluar e përfunduam me Hendekun, me betejën e Hendekut. Inshallah sot do të kemi domethënë një ligjëratë interesante për disa ngjarje që kanë ndodhur pas Hendekut, pas luftës së Hendekut dhe para një ngjarje shumë të madhe që do të ndodhë domethënë në vijim në sira që është marrëveshja e Hudejbijës. Ëm Janë disa ngjarje domethënë të cilat në një rënë tregojnë domethënë ato mosmarrveshjet me Kurejshët, mosmarrveshjet me idhujtarët se ishin në gjendje lufte, mirë po në anën tjetër domethënë nuk janë diçka që patin ndonjë përleshje të madhe që mund ta quajmë luftë. Mirë po nga këto disa incidente kuptojmë se vazhdimisht ishin domethënë në një atmosferë armiqësore edhe pas luftës së Hendekut. Një prej ngjarjeve interesante domethënë që përmend në këtë kohë që ka disa mësime prej kësaj është edhe ngjarja me Thumemen, uh, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgon një domethënë një ekspedit të vogël që përfshin 30 sahabë, të cilët u përballen me fisin Benu Bekër ibn Kilab. Kjo ndodhi në vitin e 6 të Hijretit, me shumë mundësi në muajin Shawal, sipas disa transmetimeve, dhe ekspedita ishte e suksesshme. Dhe gjatë rrugës së kthimit, domethënë duke u kthy, ndodhi diçka interesante që sahabët hasën në një konvoj të vogël, ë domethënë që u kasafitën me ta dhe sahabët arritën që t'i marrin këta njerëz, t'i burgosin edhe t'ja sjellin rob pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur erdhën te pejgamberi alayhis salam i thot, a nuk e dini kush është i burgosuri i juaj? Domethënë sepse ata i kishin marrë, por nuk e dinin kush ishin këta që ju kishin dalë kështu në rrugë dhe kishin pas një kacafytje me ta. Atëherë, domethënë pejgamberi alayhis salam ju thot se ishte, a nuk e njihni domethënë se ky është Thumame ibn Ethel nga fisi Benu Hanife i cili kishte qenë në anën e Kurejshve. Domethënë sahabët i kishin marrë ta njerëz, por nuk e dinin mirë se kush ishin këta. Dhe subhanallahu kjo një mrekulli se si Allahu ja çoi Thumamën pejgamberit alayhis salam duke qenë ai duke ndajtur në Medinë, sepse Thumame ishte një pris, një kryetar i fisit Benu Hanife dhe qëndrimi i tij ishte shumë i qartë se ai nuk ishte neutral, domethënë në luftë, por i mbështeste gjithmonë paganët kundër Islamit. Dhe publikisht e kishte thënë domethënë një gjë, kishte kërcënuar publikisht se do ta vriste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alayhis salam e bëri një dua, i lut Allahut, o Allah më lejo të kem kontroll mbi Thumamen. Domethënë më lejo që domethënë jetë, si me thënë, dorë time Thumame. Dhe sigurisht, domethënë ky incident i kapjes është duaja e pejgamberit alayhis salam që Allahu po i përgjigjej. Kështu që Thumame i erdhi pa pritur si rob lufte në dorë të pejgamberit alayhis salam. Ndërsa sahabët nuk e kishin njohur, pejgamberi alayhis salam e njohu me një herë. Dhe domethënë nëpërmjet Xhibrilit Allahu i tregoi se kush ishte ai. Mirë po pejgamberi alayhis salam i urdhëron sahabët që
ta trajtojnë atë mirë, që të sillen me të mirë të ushqimi. Bile pejgamberi alayhis salam, me që ai ishte në xhami, domethënë në xhamin e pejgamberit alayhis salam ishte i lidhur për një shtyllë, ë urdhëronte gruan e tij që pijatën e tij të çka kishte përgatitur ushqim për të, t'ia çonte atij. Domethënë edhe një farë nderimi ekstra që shujta e pejgamberit të Zotit të vjen ty që ti të ushqehesh me të. Domethënë u kujdes që ta trajtoj shumë mirë. Dhe të nesërmën pejgamberi alayhis salam shkon dhe fillon të bisedoj bisedon me të. Dhe i thot, o Thumame, çfarë ke për të thënë? Dhe Thumame i përgjigjet, i thot, o Muhammed, nëse më vret, do ta vrasësh dikë gjaku i cilit peshon rënd. Më thënë, unë jam pris, nuk jam çfarëdo njeri i thjesht, si me thënë domethënë që ki edhe pasoja nëse e vret një njeri të tillë. Thot nëse më fal, e ke falur dikë që tërë jetën ka me ditë me qenë mirënjohës ndaj teje. Por nëse do pasuri, kërko çfarë të duash dhe unë do t'jap. Dhe pejgamberi alayhis salam i kërkon atij ta pranon Islamin, por ai refuzon. Dhe ky bashkëbisedim vazhdon 3 ditë me radhë. Domethënë çdo mëngjes pejgamberi alayhis salam vinte në mëngjes edhe i thoshte o Thumame çfarë ke për të thënë? Dhe ai vazhdimisht i thoshte këto 3 gjëra. Domethënë nëse më vret gjaku im është peshon rënd, nëse më fal, unë kam me qenë shumë mirënjohës, edhe nëse do pasuri kërko çfarë dush, domethënë si kompenzim që më mbleru mu dhe unë të liroj. Domethënë ta jap atë pasuri. Dhe pejgamberi alayhis salam vazhdimisht i urdhëronte edhe sahabët edhe vet që të japin ushqime për ushqimeve më të mira për të. Dhe kur edhe pas ditës së tretë, ky i thot të njëjtat gjëra, atëherë pejgamberi alayhis salam e sheh që nuk dëshiron me pranu Islamin dhe i thot sahabëve lirojen. Edhe i thot atij që ti je i lirë, shko, ka të duash tani. Dhe kur del Thumame, ai i cili kishte qëndruar 3 ditë domethënë në xhamit të pejgamberit alayhis salam, dhe sigurisht edhe ky ishte qëndrim strategjik që të sheh se qysh janë muslimanët dhe qysh janë domethënë çfarë bëhet në xhami. Pejgamberi alayhis salam domethënë e liron atë dhe ai shkon deri prapa xhamisë, e sheh domethënë një pus aty, merr ujë, pastrohet, domethënë lahet tërësisht dhe kthehet prapë te pejgamberi alayhis salam dhe e pranon Islamin. Subhanallah, domethënë ky njëjti që thoshte 3 ditë me radhë, domethënë të njëjta gjë, gjëra tani e pranoi për një herë domethënë ndryshoi zemra e tij. Dhe pas kësaj thot, betohem në Allahun se nuk ka pas fytyrë më të urrejtur në botë se sa fytyra jote. Dhe tani më është bërë më e dashura në botë. Nuk ka pas fe më të urrejtur se sa feja islame dhe tani është më e dashura. Dhe nuk ka pas qytet në botë më të urrejtur se sa Medina dhe tani është bërë qyteti më i dashur. Domethënë një ndryshim total prej atij që e urren shumë pejgamberin alayhis salam, tani i bëhet më i dashur. Domethënë se si ndryshohen ato paragjykimet që i kanë jo besimtarët, thjesht paragjykime sepse nuk gjykojnë me fakte, por domethënë nga ajo çfarë kanë dëgju, nga ajo që ju ka transmetu, në atë bët kuptimin e tij, ky është njeri i cili po thot diçka që s'ka thënë baballarët e tij, e gjyshrit e tij, ka ardhur me një fe të re e tjera e tjera, domethënë pa e ditë mesazhin e Islamit. Dhe sigurisht që kur e ka pa gjatë këtyre 3 ditëve çfarë është Islami, tani ju është bërë feja më e dashur edhe pejgamberi alayhis salam njeriu më i dashur
për të. Dhe gjithashtu është një transmetim se pasi që pranoi Islamin, domethënë qëndroi ende aty me pejgamberin alayhis salam, dhe atë natë kur sahabët i sjellën ushqimin, si zakonisht, kush i sjellin, domethënë një pjatë të madhe me gjitha të mirat aty, ai ngrëni vetëm pak. Pra nuk hëngri si zakonisht që e hante të tërën. Edhe sahabët u habitën që ky ishte një njeri që 3 ditë me radhë kishte konsumu sasi të madhe ushqimit e tani e hëngri vetëm pak. Atëherë pejgamberi alayhis salam i thotë pse habiteni? Një burr hëngri në mëngjes me barkun e një jo besimtari. Dhe tani po han natën me barkun e një muslimani. Vërtet një jo besimtar ha me 7 barqe dhe një musliman ha me një bark. Është shumë interesant dhe kjo çështje, domethënë se me çka ngopet muslimani edhe me çka sa i duhet ushqim një jo muslimani, sepse kanë edhe shejtani me të. Ëm dhe pastaj Thumame i tregoi pejgamberit alayhis salam që ai ishte nisur për të kryer umrën. Pa kemi thënë që në këtë kohë dhe idhujtarët e bënin umrën, po me ato zakonet e veta që ishin rujtur, domethënë shumica prej ceremonive të haxhit prej kohës së Ibrahimit alayhis salam, mirë po fatkeqësisht ibadetet, sakrificën, çdo gjë, kurbanin ja kushtonin idhujve, dhe jo Allahut subhanahu wa taala, por i kishin rujtur gjërat e njëjta si i kishte mësuar Ibrahimi alayhis salam, si për shembull tawafin, Safa dhe Marwe, edhe prerjen e një kafshë, domethënë si kurban, kto i bënin edhe bile edhe lebejke Allahume lebejk thonin, domethënë telbien e thonin, mirë po e thonin duke i shtuar edhe një gjë. Domethënë kur thonin lebejke Allahume lebejk, lebejke la sharike leke lebejk, domethënë këto të përgjigjem Zoti im të përgjigjem duke mos të bërë të shok, e shtonin një illa, domethënë përveç, tu shtonin çka donin, ha? Përveç ato zota që vinë te ti, që domethënë lutja vjen nëpërmes tyre e tjera. Dhe sipas shëribeve të Ibn Ishakut, Thumame është i pari musliman i cili hyri në Mekë dhe e bëri telbien duke mos ja shtuar këto gjëra të cilat ishin shirk. Pra vetëm tha la sharike leh, domethënë ti nuk je shok. Dhe kur e dëgjuan këtë, sepse e tha me zë të lartë, kur e dëgjuan Kurejshët, i thanë atij a u bëre domethënë a e ndryshove fen tënde? I thanë atij sepse dëgjuan që po flet sikurse muslimanët, domethënë si Muhamedi alayhis salam. Dhe faktikisht e përdorën atë, domethënë në shprehjen që e kishin, a u bëre sikurse ata se behtu që i thëshin, domethënë atyre që adhuronin yjet e diellin e kështu. Pra kishin gabim, po këtë ja veshnin muslimanëve, domethënë që e bëren një fe të re. Ndërsa Thumami tha jo atë fe, por fen islame e kam pranuar. Dhe atëherë ata fillun domethënë me ofendu, sepse ai u tha me zë të lartë, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Dhe e rrethuan edhe i nxorën shpatat e tyre që dëshironin ta vrisnin. Ndërsa dikush prej të vjetërve i tha mos gaboni se nëse e vrani kët, domethënë keni mu ballafaqu me zemrimin e krejt fisit Benu Hanife. Dhe Benu Hanife ishte pra një fis shumë i madh
që këta kishin disa marrëveshje të tregtisë, domethënë me Benu Hanife Kurejsh, prandaj nuk e vranë atë, nuk e dëmtuan. Por Thumame, domethënë u tërbua aq shumë, sa që tha asnjë farë gruri nuk do të vinë nga Benu Hanife dhe nga veriu derisa ju ta ndjekni fenë e Muhamedit alayhis salam. Domethënë ky fisi i Thumamës ishte në Nejd, domethënë në Arabinë qendrore që është tash, dhe drithrat vinin nga veriu. Kështu që ai e kishte komandën e rrugëve. Domethënë nuk ju kishte këtë mundësi që mos ju lënë atyre asgjë me marr prej grurit. Dhe ai e bëri tavafin e tij, u kthy dhe e përmbushi premtimin e tij. Janë ndërpreu gjitha furnizimet me drithra kurreshve për muajt e tërë. Domethënë sa që furnizimet e tyre u paksuan. Dhe ata u detyruan që me ngrënë prej disa gjërave, domethënë shumë të këqija, një substancë që e quajnin ilhiz, që ishte një gjë shumë e nevërjetshme sepse përbëhej nga gjaku dhe qimet e devës. Dhe kështu në këtë situatë, domethënë kaq të vështirë që vunte populli, Ebu Sufjani u detyru me gëlltit atë krenarinë e vet dhe i shkroi një letër Muhamedit alayhis salam duke i thënë: O Muhammed, ti pretendon se domethënë po predikon që me qenë i mirë me të afërmit e tu, pra dini ata që ai thirrte që me qenë i mirë me farefisin, me të afërmit, po thot ja ku na farefisi yt po thahemi nga ajo që s'kemi çka me hëngër dhe domethënë ti nuk po i thu Thumamës që me na leju me ardh drithrat e mi. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkroi një letër Thumamës që ai të lejonte furnizimin me grur, kështu që gruri rifillonte për njerëzit e Mekës dhe furnizimet në ushqim u kthyen në normalitet për Kurajsh. Tani nga gjithë kjo histori kemi shumë mësime që do t'i përmendim domethënë tani një nga një. E para, domethënë se si u plotsu duaja e pejgamberit alayhis salam. Pra ishte i mërzitur që ky Thumame i kishte përkrah aq shumë Kurajshët, i kishte ndihmu, ishte në anën e tyre, pra edhe pse nuk ishte pra banonte në krejtësisht tjetër zonë të Arabisë dhe Allahu ja plotësoi ashtu që në dorë të tij, domethënë pa e ditur sahabët e sjellën tek ai. Dhe kjo na tregon statusin e pejgamberit alayhis salam që duat me njëherë i plotësohen. Tjetër, Allahu i ndihmon besimtarët në shumë mënyra dhe në mënyra të ndryshme. Domethënë Thumame ishte një dhuratë nga Allahu nga askund, as ishin nis që ta sulmon ata asgjë, duke u kthyer hasën në ta, patën një përleshje dhe i zënë rob. Dhe kjo që po them në mënyra Allahu, domethënë në rrugt se si zgjedh për të ndihmuar besimtarët janë të ndryshme, janë të çuditshme, nuk mund ti predikosh se çka mundet Allahu, domethënë çfarë mirësi mundet me dhënë. Pra, ku ishte këtu mirësia? Me që ky ishte një kryetar i gjithë fisit të vet, një fisit shumë të madh, kur u konvertua ai, shumica e fisit të tij u konvertua në Islam. Kështu që kjo ishte një rritje e madhe në numrin e besimtarëve. Pra Allah e ndihmon këtë fe si të doj ai. Ai i zgjedh mënyrat si me ndihmu muslimanët. Një mirësi gjenerale të Islamit, në përgjithësi është ashtu që çdo herë butësia apo mirësia të ngrit atje ku ashpërsia nuk mundet të ngrit. Ku e morëm këtë mësim? E morëm te
respekti që ja bëri pejgamberi alayhis salam. Pra, ishte zënë thumame, dije që ishte bashkëpunëtor i Kurajshve, i kishte ndihmu ata në luftat kundër pejgamberit alayhis salam dhe pejgamberi alayhis salam zgjodhi që të sillej me butësi të jep ushqim edhe pse ishte i burgosur i luftës, rob i luftës, dhe domethënë çdo mëngjes e pyeste çfarë thua ti dhe në fund e liroi. Dhe subhanallahu, kjo zemërgjeshësi e pejgamberit alayhis salam, kjo butësi bëri që atij ju hap zemra për Islam. Sigurisht që ta kishte trajtu me fjalë të rënda apo me sjellje të keqe apo me ndonjë dhunë, nuk ajo nuk e kishte sjell këtu ku e sjelli butësia këtë domethënë sukses që e pati me Thumame. Uh, një gjë tjetër, e mësojmë se ju muslimani nuk e ka të ndaluar me hy në xham. Pra nga kjo që ky ishte idhujtar dhe mbahej në xhami, e kuptojmë që nuk është haram që ata të hyjnë në xhami. Dhe mbas kësaj domethënë është edhe praktikohet edhe në shumë vende të botës, për shembull, po pra mos e miri këtë e shohim në Stamboll, po jashtë kohës së namazit lejohen vizitorët që janë jo besimtar ose besimtar të feve të tjera, lejohen me hy dhe me pa xhamin brenda. Pra raste të tilla kemi në sira disa raste, është edhe raste kur të krishterët e Negjranit vinë dhe qëndrojnë në xhami, bile pejgamberi alayhis salam i lejoj që edhe të krynë ato adhurimet e tyre që i kishin të krishtera, domethënë ti brenda objektit të xhamisë. Pra, siç thot Ibn Hajar, kjo na tregon, ky rast na tregon lejushmërinë e jo muslimanëve që të hyjnë në xhami. Një urtësi tjetër është çështja e gusllit para pranimit të Islamit. Pra vetë fakti që Thumame shkoi u la tërësisht, domethënë, pastaj u kthy dhe pranoi Islamin, po shihet se ishte një koncept i njohur për atë kohë. Kishin kuptuar domethënë që dikush kur duhet ta pranojë Islamin duhet të lahet fillimisht komplet të merr gusull e pastaj të hyj ta thotë shahadet. Dhe dietarët theksojnë domethënë se kjo ishte aq e njohur sa që edhe Thumame e dinte këtë gjë. Kjo nuk është diçka që është, me thënë farz, wajib, por është e rekomanduar, pra preferohet. Është edhe një farë mënyre një gjest simbolik për të pastruar, por edhe ndonjëherë për të siguruar, meqense për shembull jo muslimanët nuk e kanë rregull të tyre apo nuk e kanë shariat të tyre që të bëjnë dush pas gjunullëkut, kështu që ekziston një mundësi që ata me qenë edhe në këtë, domethënë në këtë gjendje, prandaj çdo dyshim hiqet në momentin kur lahet tërësisht merr gusull dhe pastaj thot shahadetin apo e fal ndonjë rekat namaz. Pra bëhet musliman. Tjetër mësim është se një jo musliman nëse e pranon Islamin, ai duhet me vazhdu me bë vepra të mira, domethënë nuk duhet të ndaloj veprat e tij të mira çka ka dashur me bë, vazhdoj me to edhe pas Islamit. Domethënë, Thumame donte me bë umre dhe pejgamberi alayhis salam i tha vazhdo dhe bëje umre. Tjetër, hipokrizia e Kurejshve, pra shihet edhe këtu është një mësim që shihet dyftërsia e tyre, që subhanallah po i thonë pejgamberit alayhis salam, ti kishe po i mëson njerëz që mi dash të afërmit, e në anën tjetër s'po na ndihmon neve na kemi mbet pa ushqim. Pra këta ishin të njëjtit, të cilët para ca muajve e rrethun Medinën dhe kushëririn e farefisin e vet, Muhamedit alayhis salam, gjithë muhaxhirët që ishin aty, i lanë
pa furnizime nga jashtë, pra vetë ja shkaktun këtë gjë. Me thënë, nuk ju lejuan që ata me marr ushqim, pra e spjegum luftën e Hendekut se sa shumë kanë vujt prej urisë pejgamberi alayhis salam dhe muslimanët. Pra këta të njëjtit ishin që bënin këtë gjë. Dërsa ata që kishin interes të tyre, po i thon pejgamberit alayhis salam, a ti po thu kështu për më kujdes, po ti s'po kujdesesh se për alen kështu. Ndërsa të njëjtit ja bën të njëjtën gjë domethënë pejgamberit alayhis salam. Por që Muhamedi alayhis salam është ndryshe prej tyre. Pra, edhe pse ishte në armiqësi me ta, që vetëm para pak mujsh kishin ardhur dhe kishin lënë pa ushqim Muhamedi alayhis salam edhe familjet e muslimanëve, pejgamberi alayhis salam nuk dëshironte që gratë dhe fëmijët të hiqnin për ushqim, prandaj edhe i tha Thumamës, leju le të furnizohen me drithra në mënyrë që të mos kenë vështirësi, mos të vdesin, domethënë prej urisë. Pra është një standard i dyfish i Kurajshëve. Pra është me këtë shihet butësia e pejgamberit alayhis salam ndaj grave, fëmijëve, ndaj popullit civil, pra nuk vepron qysh veprojnë ata. Dhe një mësim shumë i madh është këtu, gatishmëria e Thumamës që me njëherë të kontribuoj. Domethënë shikoni përgjegjësinë e tij, sa po e pranoi Islamin dhe shkoi në Mekë, u kacafit me ta, me njëherë ju tha atyre që unë s'kam ju lënë me hy dritë derisa të pranoni Islamin. Domethënë me njëherë gatishmëri që mja si me thënë me shfaqet armiqsinë e vet ndaj atyre që janë kundër pejgamberit alayhis salam. Përsa disa subhanallah deklarohen musliman me vite edhe nuk e kanë këtë ndjenjë që me kontribu diçka për umetin, me kontribu diçka për muslimanët, me bashkëndije me ta dhimbjen, thonë hajde se secili për veti e tjera. Pra ky është rasti me Thumamën dhe mësimet që i marrim prej rastit të tij. Një prej incidenteve tjera që ndodhi në këtë kohë ishte se Ebu Sufjani, pra ky njëjti që kërkon ndihmë prej pejgamberit alayhis salam që të lejoj ushqim për popullin e Mekës, e organizon e ofron një shpërblim për dikë që e merr përsipër me vrap pejgamberin. Sepse tani Ebu Sufjani domethënë ishte prisi i Mekës, shkak se ata tjerë vdiqën në luftën e Bedrit dhe e merr përsipër që ai me organizu vrasjen e pejgamberit alayhis salam. Pra, domethënë tërë kohën kishte gjëra të tilla, edhe pse nuk ishte luftë, kishte armiqësi apo tentativë për ta vrarë pejgamberin alayhis salam. Dhe erdhi një beduin, pra një fshatar i shkretirës, që e ofroi veten për ta kryer këtë punë. Është interesant se pejgamberi alayhis salam edhe pas kësaj që ndodhi që Ebu Sufjani ofron drejt për drejt shpërblimin, e ka nderuar Ebu Sufjanin për shembull se kur është në vitin e 8 pas hijretit, kur është çliru Meka, e ka nderu duke thënë kushdo që rrin brenda në harem është i mbrojtur, kushdo që rrin në shtëpinë e Ebu Sufjanit është i mbrojtur, pra ja bëri një nderim. Ndërsa menjëherë në luftën e Hunenit kur ndodhi dhe shpërndoi atë trenë e luftës, Ebu Sufjanit ja jep 100 deve, edhe pse ai tashmë e kishte pranuar Islamin. Por e nderoi në këtë mënyrë me që ishte pris dhe të ndihet mirë dhe të kupton se sa madhështor është Islami. Por para se të ndodh kjo, Ebu Sufjani vazhdimisht tregonte veten edhe armiqsinë e vet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ai e furnizon këtë beduinin me një deve, me ushqim, me armë
dhe e dërgon me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur shkon aty, beduini e shpik një histori se dëshiron me pranu Islamin, hyn në Medinë dhe sillet aty për një 6 ditë. Dhe kur hyn në xhamin e pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam i thotë ky është një njeri që ka tradhti të shkruar mbi të. Më thënë, me njerë ja lën për shtypje pejgamberit alayhis salam se që ky është një njeri tradhtor. E subhanallah, sa po e tha kët, sahabët e kapin burrin dhe kur e bën kët, me njerë ati i bjen një thik prej brezit të tij. Domethënë ja qet në shesh Allahu kët armiqsinë e tij. Dhe pejgamberi alayhis salam kur e zën i thot nëse je i sinqert me mua, nëse më tregon drejt, do të le të shkosh. Dhe ky ja tregon, ja zbulon gjitha të fshehtat, i tregon pejgamberit alayhis salam se është i paguar prej Abu Sufjanit, i financum prej tij e tjera. Kështu që pejgamberi alayhis salam e mban premtimin e tij dhe e lën që të shkojë. Dhe ndodhi njëjti gjë si me Thumamën, kur e ka lënë që të shkoj, pra nuk e ndeshkoj për atë që deshti me vrapë pejgamberin alayhis salam, ai pranoi Islam. Ëm pra është interesante edhe kjo, por është interesante edhe kjo se pavarësisht gjitha këtyre pejgamberi alayhis salam Ebu Sufjanin e nderon në rastin e çlirimit të Mekës dhe në betejën e Hunenit. Ëm dhe kështu që domethënë është një gjë që pejgamberi alayhis salam për çështje personale asnjëherë nuk është takmarrë vetëm kur është çështja e ummetit. Dhe një ngjarje tjetër që ka ndodhur është ngjarja me sellamin nga Hajberi. Kush është ky sellami? Ky është domethënë një prej atyre të fisit Benu Nadir, prej hebrejve që kishin shku në Hajber dhe të cilët e kishin organizu të gjithë betejën e Hendekut, të cilët e kishin organizu që të bëhen 10.000 ushtar e të vinë të rrethojnë Medinë. Pra, duke i nxitur Kurajshët në njërin anë, duke i financuar ata, duke i paguar si mercenar gatafanët e krejt fiset tjera dhe si me thënë ai kryesori që kishte dhënë pasuri më së shumti për këtë gjë ishte pikërisht ky Sellami. Dhe muslimanët pra 5 vetë të fisit Hazreq shkojnë te pejgamberi alayhis salam dhe i thojnë o i dërguari i Allahut, na lejo që ne të shkojmë edhe ta vrasim atë në Hajber, sepse ai që ka dhënë tëra pasuri të vijet na shkaktoi, domethënë gjitha të llovi në vendin ton, ai do ta financoj prap dhe do t'i ngris prap njerëzit kundër ne. Dhe e bindin pejgamberin alayhis salam, atëherë pejgamberi alayhis salam i thotë që i lejon, por i thotë nëse shkoni atje mos vrisni asnjë grua dhe asnjë fëmijë. Dhe ta e bëjnë një taktik, hynë në atë kështjellën e Hajberit, ai i cili ishte kryesori për këtë, domethënë Abdullah ibn Atik, e hyn i pari, pastaj ju hap rrugën edhe këtyre të katërtëve dhe kur e therr këtë sellam, vërtet shumë gruaja e tij dhe njëri prej sahabëve thotë desha ta vras atë që mos na zbuloj neve, por mu kujtu porosia e pejgamberit alayhis salam që na tha mos i vrajmë pra gratë dhe fëmijët dhe atëherë nuk e vrava thotë dhe ikëm. Dhe të tjerët ju vu në domethënë në ndjekje dhe këtu Abdullah ibn Atik e ndrydh e lëndon këmbën e vet dhe subhanallah pasi që mbrin atje pejgamberi alayhis salam i tha atij ta shtrinte këmbën, ja fërkoi me dorë, domethënë këmbën e tij dhe me lejen e Allahut ajo u shëru plotësisht. Dhe këtu mësimi është domethënë e para që
pejgamberi alayhis salam gjithmonë ka porosit që të mbrohen populli civil. Pra mos të dëmtohen edhe kur është në mesin e tyre një njeri që i ka bërë shumë dëm islamit, pra të dëmtohet vetëm ai dhe jo të dëmtohen civilet. Pra në atë kohë ndëshkimet kështu ka ndodhur, domethënë që atë lutrave gjithka në përbot djove të këtu, sepse nuk ka qenë një ligj për shembull që e ndjekin atë ndonjë gjykatë e Hagës apo ndonjë ë domethënë urdhër prej Kombeve të Bashkuara apo diçka të tjera, por secili popull i ka qëru hesapet ashtu me armiqtë e vet. Dhe një gjë tjetër interesante që ka ndodhur në këtë kohë është edhe një gazwa, një betejë me fisin Benu Lejhem. Kush është fisi Benu Lehjem? Është fisi i cili kishte sulmuar ata besimtarët që kemi shpjeguar para disa ligjëratave, që i kishin masakruar muslimanët, i kishin mashtru sahabët se gjoja se do me pranu islamin dhe nëse vini këtu na mësoni, domethënë do të ishte gjë e mirë, e në anën tjetër i kishin tradhtu dhe i kishin vrarë të gjithë. Dhe pejgamberi alayhis salam për shkak se ngjarjeve një pas një nuk kishte mujt të shkoj tek fisi Benu Lejhem akoma, domethënë deri në këtë kohë nuk ishte mundur të shkoj dhe tani ai ju kishte dhënë mundësia që të shkoj dhe të si një farë mënyre domethënë për atë krejt çka kishin bërë ata të ju kthej këtë gjë, domethënë këtë dëm të madh që ju kishin bërë muslimanë. Ju kujtohet se pejgamberi alayhis salam aq shumë është mërzitur kur i kanë vrarë, domethënë në njërin anë 10 sahabë dhe në anën tjetër 70 sahabë që ishin hafëz duke i mashtruar, duke i futur në kurth, saqë thamë që pejgamberi alayhis salam një muj ditë e ka fal namazin me duan e kunutit, duke e lutur Allahun që t'i shkatroj këta njerëz që e bën këtë gjë, domethënë që i prej në besë. E lutën gjëja se po pranon Islamin dhe i vritën sahabët. Dhe pejgamberi alayhis salam shkon i merr 300 sahabë me vete dhe niset domethënë te ky fisi Benu Lehjem që të luftoj me ta për këtë çfarë kishin bërë sahabët. Mirë po, kur shkon atje, i sheh që nuk janë askush, domethënë ata e kishin lënë atë vendin e vet dhe pejgamberi alayhis salam e musliman pra e ngrisin kampin e vet aty dhe qëndrojnë domethënë disa ditë. Në ndërkohë, ky fis i lajmëron Kurajshët edhe kërkon ndihmë prej tyre, sepse ishte afër Mekës dhe Kurajshët e çojnë Halid ibn Velidin me një ushtri, domethënë tyre që shihnin se çfarë po bëjnë muslimanët e që t'jenë gjendje gatishmërie për nëse ka diçka domethënë t'i sulmojnë. Dhe kur u afruan Halid ibn Velid me Kurajshë të tjerë, pra ishte koha kur Halid ibn Velidi ishte akoma jo besimtar, i shohin ata se ata po faleshin dhe këta e falën namazin e drekës. Dhe këta i shikonin domethënë nga larg se çfarë bënin dhe nuk i sulmuan asgjë, vetëm i pan domethënë që këta po falen. Atëhere ju ran mend tha se këta e kanë edhe një kohë të namazit pak më vonë. Pra e dinin që tash ishte koha e drekës dhe e dinin që kanë me pas edhe namazin e ikindisë. Dhe mirën vesh thonë si te bëjnë këtë përsëri, me që po i hekshin domethënë këto armët edhe janë në gjendje domethënë ku nuk janë gjendje kështu gatishmërie sepse po
Po i namaz, domethënë nuk është që e kam vëmendjen e plot apo i sulmon armiku ajo, po çatëherë është koha më e mirë që ne mi sulmojmë i vratë që. E subhanallah, në atë kohë, Allahu e zbret ajetin 102 të surës Nisa, ku thot Allahu i lartësuar, kur të jesh ti Muhammed bashkë me ta dhe ju fal namazin, një grup prej tyre duke i bartur armët le të vi e le të falet me ty. Grupi tjetër në roje. E kur të bie në sejdë kryeni reqat, këta le të qëndrojnë brapa jush në roje. E le të vi grupi tjetër që nuk është fare, e të falet me ty dhe le t'i bartin armët dhe të jenë në gjendje gatishmërie. Ata që nuk besojnë e dëshirojnë mos kujdesin tuaj ndaj armëve e mjeteve që të vërsulen një herë me të gjitha fuqitë. Nëse jeni të lodhur nga ndonjë shi ose jeni të sëmurë, nuk është mëkat të mos i bartni armët, por mbani gatishmërinë tuaj, Allahu ka përgatitur dënim në çmues për jo besimtarët. Subhanallahu, pra është kapitujt e fikut janë shumë të gjatë në këtë drejtim dhe ka domethënë disa mendime se si duhet të bëhet ky namazi i kur i luftës faktikisht, domethënë namazi i frikës, pra qoftë që imami falet, për exemplu 4 rekate, 2 falet njëra pjesë e ushtrisë, pastaj kur ata i japin selam, edhe pjesa tjetër, gjysma tjetër i ruan këta. Pastaj ata i japin selam, largohen këta tjerë, vazhdojnë dy të tjerat, apo nga një njërin dhe një tjetri. Pra nuk është punë jona sa të diskutojmë këto mendime në fik, por që kuptohet që është, domethënë ka zbritur ajeti që ja ka tërhekur vërejtjen pejgamberit alayhis salam që edhe kur të faleni duhet me qenë vigjilent dhe të armatosur. Domethënë duhet me qenë në gjendje gatishmërie sepse jeni në luftë. Pra janë rregulla se si të të mbroheni për këtë gjë. Dhe sipas një hadithi, kjo është koha kur pejgamberi alayhis salam ju ka mësuar sahabëve duan e udhëtimit, o Allah kërkoj strehim tek te nga vështirësitë e këtij udhëtimi, nga pamjet e liga që na presin dhe nga fatkeqësia që na ka nosur për familjen dhe pasurinë tonë pas kthimit. Pra, po shohim se në sira po mësojmë edhe gjërat të cilat pastaj po na lidhen me lëndën e fikut. Dhe tregimi i fundit për këtë ligjërat është tregimi, domethënë edhe ngjarja e fundit, sepse ka më shumë se kaq ngjarje, pra ne i përmendëm 4-5 ngjarje mes betejës së Hendekut dhe marrëveshjes së Hudejbijës, ka më shumë transmetime, por ne i përmendëm disa ngjarje kryesore që prej cilave edhe marrim disa mësime. E fundit për ligjëratën e sotme është tregimi për El As ibn Rabian, domethënë Ebu El As ibn Rabia, i cili kishte qenë burri i vajzës së pejgamberit alayhis salam, që e kemi përmend më herët, pra Zejnebës, e kemi përmend kur kemi thënë në betejën e Bedrit se ky ka qenë rob lufte, kur pejgamberi alayhis salam pra është shpërngul në Medine, vajza e tij Zejnebja ka qenë e martuar me këtë Elas ibn Rabian prej pra një familje së ngritur, pra të motrës së madhe të Hadijës, Hala, pra prej fisit Abdushams, dhe ky nuk e kishte pranuar Islam. Është interesant se edhe dy vajza tjera të pejgamberit alayhis salam, Rukaja dhe Kulthum, kishin qenë të fejuara me djemtë e Ebu Lehebit, mirë po ai i anuloi fejesat për shkak të kësaj që pejgamberi alayhis salam domethënë ishte thërtë në Islam.
Gjithashtu edhe këtij Ebu Lasi ibn Rebijës, Kurejshët i ushtruan shumë presion edhe i thanë kërko çfarë dush na krejt i dhojnë veç Elshoja vajzën e hiq e qafe domethënë Zejnibën, i forcohu prej saj, mirë po ai refuzoi. Tha askush nuk mund të ma zëvendësoj mu Zejnibën, sepse e donte shumë dhe nuk pranoi atë çka i thanë ata. Mirë po kemi përmendur se në luftën e Bedrit, qyshu detyruan krejt burrat me dalë, edhe pse që ndoshta nuk e dëshironte këtë me dalë luftë kundër muslimanëve, edhe pse ishte jo besimtar, por e dinte që me vjehrin e vet do të ballafaqohej atje, por u detyru dhe kur ishte domethënë rob lufte dhe kur kërkuan domethënë shpagesën për robët e luftës, thanë që pa pritmas ju shfaqte te ajo çka kishin sjell prej Mekës për t'i liruar robërit e luftës, një qafore që ishte qaforja e Hadixhes radiallahu anha, pra gruas së pejgamberit alayhis salam, e cila ja kishte dhënë për martesë, ja kishte folur Zejnibit. Dhe treguam që pejgamberi alayhis salam u prek shumë kur e pa këtë gjë, dhe sahabët i thanë domethënë që theja këtë Zejnibës, domethënë edhe po e lirojmë e Bulas. Mirë po, pejgamberi alayhis salam e Bulasit i tha po të kthej edhe me qafore edhe po të domethënë po të liroj, por du prej teje një premtim që kur shkon atje të dërgosh Zejnibën. Domethënë të ndahesh prej saj dhe dërgosh këtu, sepse ai e dinte që vajza e vet e kishte pranuar Islamin, ndërsa ky jo, dhe nuk lejohet një martesë të ri një jo besimtar me një musliman. Dhe Ebu Lasi kishte majt fjalën e vet, e i kishte dërgu. Kemi shpjegu në një ligjërat këtë gjë, për gjitha ato peripetit se si e kanë zënë, ai ishte shtatzën, e kanë zënë, nuk e kanë leju me shku jo besimtar derisa e kanë rrëzu prej devës dhe ajo ka, domethënë ka pas një abort, dhe pastaj më vonë domethënë është ka tentuar edhe një herë edhe Bulas e ka çuar në vend premtimin që ja ka dhënë pejgamberi alayhis salam. Tani kemi një situatë tjetër. Ebu Las ishte me një karavan të kurejshve, dhe kur besimtarët e ndalojnë karavanin dhe i zëjnë këta kurejshët, domethënë që kemi thënë se edhe më herët ka qenë kjo synim, po që Allah ju dha luftën e Bedrit, sepse të gjitha pasuritë e tyre muslimanëve kishin mbetur në Mekë dhe ata me pasuritë e tyre bënin tregti. Dhe kur erdhi domethënë El As ibn Rebia si të tjerët ishte rob i luftës dhe të nesërmën në mëngjes sapo e fali namazin e sabahut, domethënë ndodhi një gjë interesante se u dëgju një zë që ishte zëri i Zejnibës që i tha o musliman, unë kërkoj mbrojtjen e Elas ibn Rebia, domethënë kërkoj që të jetë në mbrojtjen time Ebu Las ibn Rebia. Dhe pejgamberi alayhis salam ju thot muslimanëve, a dëgjuat atë që dëgjova unë? Ata i thon po i dërguari i Allah, thot sepse edhe unë po e dëgjoj këtë gjë për herë të parë. Dhe kjo është pastaj prap një rregull tjetër e fikut që e mësojmë këtu, se është e lejushme çfarë domethënë kushdo prej muslimanëve, siç thotë pejgamberi alayhis salam, i vogël apo i madh qoftë, grua apo burr qoftë, që nëse ai e merr në mbrojtje të vete një jo besimtar, musliman tjerë duhet ta respektojnë këtë edhe të thonë se është në mbrojtjen e këtij muslimani, domethënë ai e ka marrë përsipër dhe nuk do ta sulmojnë apo nuk do ta vrasin. Atëhere, ata të cilët e kishin marrë si rob lufte, domethënë disa ensar këtë Ebu Las ibn Rebia, i thonë pranoj Islamin dhe po t'i kthejmë krejt ato që e ki pas, domethënë ti pasurinë që e ki pas në këtë karavan dhe qëndron në Medinë. Dhe Ebu Las i thotë jo, nuk e pranon. Dhe atëherë ensarët prap se prap ja kthejnë gjërat e tij,
sepse megjithatë ish dhëndri i pejgamberit alayhis salam dhe nuk mund ta bëjnë këtë gjë. Dhe e lirojnë atë. Dhe Al-As ibn Rabia kthehet në Mekë dhe ato pasuri që i kishte gjithsesi të njerëzve të ndryshëm, sepse zakonisht kështu disa përfaqësues shkonin dhe bënin tregti për njerëz të ndryshëm. Dhe i kthen ato pasuri gjithë njerëzve dhe thotë a jemi në rregull, a i ka mbetur edhe dikujt borxh dhe ata i thojnë jo. Atëhere ai ngritet, domethënë para të gjitha, atëherë thotë dëgjoni pra gjithë se çfarë do t'ju them tani dhe thotë eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pra e pranon Islamin me zëshëm para të gjithë. Dhe kjo është interesant, domethënë pse se pranoi në Medinë ky, po e pranoi në Mekë ku ishte më i rrezikuar me pranu. Dhe ai nuk donte ta pranonte Islamin në Medinë sepse dikush mund të thoshte që e ka pranu për para, sa m'ia kthy pasurinë, ose e ka pranu për me shpëtu jetën e vet. Kështu që ai donte me hek qafe gjitha detyrimet e tij dhe pastaj të bashkëfonte Islamin publikisht për të treguar sinqeritetin e tij. Domethënë që mbasi ka pshtu krejt dhe s'ka humb asgjë pi pasurisë, edhe krejt ka qenë domethënë pa asnjë detyrim ndaj askujt, pikërisht atëherë ka thënë që unë po e pranoj Islamin dhe po pranoj Muhamedit si të dërguar i Allah. Dhe pastaj kthehet në Medinë si musliman dhe pejgamberi alayhis salam domethënë e lejon që të bashkohet me Zejnebën. Pra kemi 3 raste gjatë kësaj ligjërate, domethënë se si me sjellje të mirë ndaj disave me butësi po arrihet ajo çka nuk mund të arrihet nëse domethënë sillemi keq ndaj dikujt apo ja detyrojmë atyre që të pranojnë Islamin me dhunë. Pra në fenë nuk ka dhunë, siç thot Allahu në Kur'an, i ofrohet njerëzve se është për të mirën e tyre, sa pranojnë Islamin, mirë po nëse nuk dëshirojnë, here dhe më falni edhe një mini tregim për këtë ligjërat para se të përfundojmë. Është një ekspedit që është quajtur ekspedita Al-Habat. Al-Khabat e ka kuptimin e gjetheve të thara, domethënë gjethe të thara. Pse? Sepse kur ka ndodhur kjo, domethënë kanë shkuar një ekspedit e Ubejde Amir ibn al-Jarrah me si udhëhec i muslimanëve me të tjerë dhe këta domethënë gjatë kësaj ngjarje duke pra e ndjekur një karavan nuk kanë pasur sukses dhe duke qëndruar më gjatë për të kërkuar suksesin, i harxhuan gjitha furnizimet e tyre dhe ata filluan mos të kenë domethënë asgjë për të ngrënë. Një herë u vështirësohet gjendja aq shumë sa që ka shumë pak për të ngrënë. Ebu Ubejde urdhëroi që të mblidhet gjithë ushqimi të bëhet në një vend dhe pastaj ju dante në mënyrë të barabartë, por dikur edhe ajo harxhohet dhe sipas një transmetimi të Xhabir ibn Abdullah se i hanin vetëm farat e hurmave, i banin në gojë gjithë ditën që ta mashtrojnë veten se po hajnë diçka. Dhe filluan të hanin dhe kësi gjethe të thata, sepse nuk kishin ushqim. Dhe ndërkohë, domethënë hasin në një me që kalojnë domethënë afër detit në një breg të detit, ishtë në domethënë buzë detit e shohin një balenë masive. Domethënë e cila kishte dalë në në breg, pra ishte e ngordh, kishte e kishin qitur valët e detit jashtë.
por ishte aq e madhe me shumë mundësi, domethënë një balenë blu. Dhe për ta sqaruar te Buhariu është një hadith që tregon se për ta sqaruar se sa e madhe ishte, Qep. që vetëm në Ç'është të zgavra, punë, thirr njëri, thirr tjetri, çe ku mujt këtu ofon. vetëm në zgavrën e syrit të balenës, para mendoni, vetëm në zgavrën e syrit të balenës, 13 deri në 14 sahab mund të uleshin në të. Domethënë ishte diçka krijesë masive, shumë e madhe. Apo si që ishte një transmetim tjetër që një kock që ishte ndarë domethënë prej trupit të saj, një njeri mund të hyp, domethënë me devën e tij mund të kalonte nën të një domethënë kockë e briut të saj, pa e ulur kokën, aq ishte e madhe. Dhe pse po përmendim këtë ngjarje, sepse këta në atë kohë kur ishin shumë të uritur, domethënë kjo i erdhi diçka shumë e mirë dhe filluan të hanin ushqim prej saj, domethënë të merrnin mishin, të përgatesnin edhe të ushqeheshin me të dhe mbeten aty në kamp për një muaj të tërë. Dhe subhanallahu se si ndryshoi gjendja nga ajo uria e skajshme. Tani kishin aq shumë mish sa që 300 njerëz hanin çdo ditë, domethënë një muaj të tërë, edhe kishte akoma shumë. Saqë në një transmetim thuhet se dhe filluan mu shëndosh për shkak të këtij ushqimi që siguruan. Dhe në fund ata i mbushën çantat e tyre me mishin që ishte mbetur si thënë, prej kësaj dhe e morën me veti në Medinë. E kur u kthyen, e pyetën pejgamberin alayhis salam, i thanë se kështu ne kemi gjetur këtë, kemi qenë shumë të urritur, kemi ngrënë, po a kemi bërë mirë? Sepse tani ma e dinin që në përgjithësi domethënë këto krijesat çka janë coftina, që janë të ngordhura, nuk lejohen në Islam. Ndërsa të detit lejohen, por balena faktikisht nuk llogaritet, domethënë peshk, po është gjitare. Dhe tani këta po e pyesin se a kemi vepruar mirë o i dërguari i Allahut. Është hadithi që thot pejgamberi alayhis salam, dy krijesa të ngordhura na janë lejuar. Peshqit, domethënë dhe balena. Dhe kur e pyesin kështu pejgamberi alayhis salam thotë më sillni edhe mua prej atij mishi dhe e han vet pejgamberi alayhis salam. Pra shumë shpesh kemi pa se është pjesë që të ngulitet syneti. Më mirë pejgamberi alayhis salam e vepronte vet një gjë. Pra për ta kuptuar këta se është halal mishi i balenës. Pra edhe me këtë ngjarje e kuptojmë një rregull të fikut që lejohet mishi i balenës që të ushqehet domethënë muslimani me të, dhe pse balena nuk është therr, pra qysh therrën kafshët e tjera e pastaj janë halal për të hëngër, por domethënë mirët si e ngordhur, por lejohet një gjë e tillë. Kjo ishte e tëra për sot. Lusë Allahun që t'ju shpërblej për qëndrimin me ne në këto mësime të dobishme të sirës dhe që na bëj prej atyre që e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë me këtë po e përfundoj motra e miru takofshim të martën e ardhshme në sirën e ardhshme kur do të shpjegoj për domethënë disa ligjërata që do të ndodhin për një ngjarje të madhe që po vjen e që është marrëveshja e Hudejbijës. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammed.